fjalë të vendosë për jetën ose vdekjen e një populli. Fjala gjenocid u krija në vitin 1944 nga juristi polonez Rafael Lemkin. Për të, gjenocid nuk do të thotë vetëm vrasja e një populli, por edhe shkatrimi i ekzistencës së tij fizike, kulturore dhe politike. Pas luftës së dytë botërore, OKB-ja donte të krijonte një traktat për ta parandaluar dhe ndëshkuar këtë krim. Por gjatë negociatave, disa fuqi të mëdha, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja dhe Bashkimi Sovjetik e ngushtuan për kufizimin. Ata hoqën veçanërisht shkatrimin politik dhe kulturor në definicion. Pse? Sepse ky përkufizim mund t'i vinte ata vetë në përgjegjësi. Për shembull për segregacionin dhe makartizmin në SBA, krimet koloniale të Francës dhe të Mbretërisë së Bashkuar, politika ndaj popujve autokton në Kanada dhe spastrimi politik në Bashkimin Sovjetik. Më 9 dhjetor të vitit 1949, konventa e OKB-s e miratoi një përkufizim më të ngushtë. Ajo mbronte vetëm 4 grupe: kombëtare, etnike, fetare dhe racore, dhe kërkon mbi të gjitha të provohet qëllimi për të shkatruar një grup. Por ky qëllim është shumë i vështirë për të provuar juridikisht. Si rezultat, që nga viti 1944 pak gjenocide janë të njohur zyrtarisht. Kemi Ruandën, Srebrenicën, një pjesë të Kambodgjës dhe Jezidët. Dhe Kosova mbetet për shembull një rast shumë i debatueshëm, shpesh i kualifikuar juridikisht si krim kundër njerëzimit, por jo si gjenocid. Në këtë kuadër juridik të rrept, shpjegohet edhe paraliza ndërkombëtare sot e shembullit të Gazës. Disa ekspertë dhe institucionet flasin për gjenocid, ndërsa të tjerë presin vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.